kulturën e vendit. Që këngëtari shkon që të ku ka pare. Edhe që ka pare, ka me kënu edhe talava, edhe kaq. Do me thonë, qka ti me recitu, ka me recitu. Do me thonë, bashkë ti kërkoni zoti i shtëpisë normal, se ki për pare punojna, edhe shumë normal. Po. Dhe për keqës për e thëmë këto. Po me ne që talava, që të ku ka pare, qaj këngëtar kur e shet dikush atje që i ka pak ma mirant, ja përmend të natën emrin, e diku ka kusht bakshishi, kështu që asgjë s'ka të keqe, kështu që kënon edhe jo talava, edhe i përshtat ne që ata që të kanë këtu, sa do që nga njerë ty sa do të zemra, heq me kënu qatë këngë, ose ndashta mi përshtatu se me kënu tash talava për marëm. Po, amo jenë vedisu shumë dasmurt. Për në me jenë vedisu shumë, se për shembull në fillim ai tregon që mos mi shku njerë në për tavolina, se shumica janë shku për nevoja personale, do më thonë, janë shku në për tavolina me nxjerr bakshish. Po? Edhe momentin që ti e përmend në stop një tash e kam bo veç të moderume, kam bo me një letër në dorë, të natur urime për të ndekë, hop, hajde edhe pak, u kry dasma. Dul bakshishi, u kry nata, e more 5.000 euro sa do që paguhet, edhe kaq. Po let, po qashtu duket, unë kam qenë mësafer. A është letë me bakshish ajo?